Alba fillon të shqetësohet sa po kupton se Arushi i saj i preferuar nuk është më aty ku e kishte lënë. Ajo kontrollon dhomën, divanin, garderobën dhe çdo qoshe të shtëpisë, por Arushi nuk gjendet askund. Me çdo sekond që kalon, fytyra e saj nis të ndryshojë dhe tensioni i rritet dukshëm. Ku është? Kush ma ka marrë? Përshpërit fillimisht me nervozizëm, por zëri i saj shpejt bëhet më i lartë. Banorët e tjerë shikojnë njëri tjetrin pa e ditur si të reagojnë. Alba fillon të ecë me hapa të shpejt nëpër shtëpi, duke pyetur secilin banor, një nga një, me ton gjithnjë e më të acaruar. Ajo nuk merr asnjë përgjigje të qartë, dhe kjo e bën të shpërthej edhe më shumë. A është lojë kjo? Thërret ajo e irrituar. Ju duket qesharake të më zhdukni Arushin? Më mirë tregoni tani. Ndërsa ajo vazhdon të kërkoj, acarohet aq shumë sa nis të flasë me ton të lartë ndaj të gjithëve. Fytyra i skuqet nga nervat dhe gjestet i bëhen më të theksuara, duke treguar se e ka humbur durimin komplet. Më sillni Arushin menjëherë, thot ajo e nervozuar. Nuk dua as justifikime. Po e mbani me lojë këtë punë. Banorët e tjerë që e shohin reagimin e saj mbeten të shtangur, disa shohin me habi, të tjerë me shqetësim, pasi duket qartë se ajo është jashtë vetes nga mërzia. Ajo ngrit zërin edhe më shumë, duke u ankuar se askush nuk e respekton dhe se kjo gjë po e çon drejt një shpërthimi emocional. Në fund, ajo qëndron në mes të sallonit, duke kërkuar përgjigje dhe duke i bërë të ditur të gjithëve se nuk do të qetësohet derisa Arushi t'i kthehet. Atmosfera në shtëpi tensionohet dhe të gjithë e kuptojnë se situata është bërë serioze për të.